jam stacionin e trenit të Bratislavës, po gjëja që më bën më shumë përshtypje është që në dy anën e stacionit janë trenat gjatë me makina që presin t'i shpërndajnë, pra nisem për drejtim të Europës, shive sa është vargu i makinave. Është e pabesueshme, shiheni sa e gjatë është. Tani më duhet hipin tren, por ka një gjë interesante. Slovakia është prodhuesi më i madh në botë i makinave për frymë. Për një popullat prej 5.4 milion banorësh, ajo prodhon 1 milion makina në vit. 1 milion makina të cilat i përkasin markave më të famshme të botës. Audit, Volkswagenit dhe kompanive të tjera të rëndësishme si Peugeot-ja apo Kia. Ne hypan tren brenda, nuk e di ku, sorry. Slovakia është bërë shumë e famshme me fillimin e prodhimit të makinave Audi, ku po shkoj tani, nuk e di as vetë ku jam. Ndërkohë, se po e thosha pak më parë sa ula në tren, ka marrë prap rrugën nga Bratislava për në Vjenë, Slovakia është vendi me prodhimin më të madh për frymë të makinave në botë. Prodhon 1.080.000 makina, pra 1.100.000 makina eksaktësisht, çdo vit në 4 fabrika dhe në emrin e markave nga më të rëndësishmet. Këtu prodhohen disa po ashtu shumë të rëndësishme, disa marka shumë të rëndësishme. Nuk kam pa njerëz më të zhurmshëm se slovakët. Vetëm bërtasin, edhe na akuzojnë në shqiptarëve pastaj që kemi zërin e lartë, kur ta ngrehun zërin, mos rrimë njëri në vagon. Slovakia ka nisur në vitin 91-93, kur Volkswageni mori dhe solli në Slovakinë, atë kohë sapo dalë nga komunizmi, prodhimin e disa prej makinave kryesore që kishte Volkswageni. Shumë prej makinave të rëndësishme të Volkswagenit prodhohen tashmë këtu. Ai nisi 91-93. Ideja kryesore ishte që krau punës në Slovaki ishte i kualifikuar, çmimet ishin shumë të lira dhe mundësia e prodhimit të makinave jepte një avantazh shumë më të madh se Gjermania. Po ashtu, Volkswageni e pasi një zgjerim drejt tregut të Europës lindore, e cila ishte duke u hapur për tregun perëndimor me mbylljen e makinave të prodhimit lindor që në atë kohë nuk ishin më konkurruese. Në vitin 91-93 Volkswageni ngriti fabrikën e parë. Ndërkohë, nëse i merremi nëse nisim një bilans të tyre, fabrika e Volkswagenit e themeluar pra në atë kohë prodhon aktualisht Volkswagen Touareg, Volkswagen Up, Audi A7, Audi A8, Porsche Cayenne, Porsche Coupe dhe Skoda Karoq. Është fabrika e vetme në botë ku në një çati prodhohen 4 marka të ndryshme, disa prej cilave në nivelit më luksos të mundshëm, siç është për shembull Porsche Cayenne, Porsche Coupeja apo Audi 7, Audi Q8. Pra, edhe Touaregu po ashtu. Pra, kjo konsiderohet fabrika e vetme në botë ku me një çati janë 4 marka të ndryshme makinash. Ndërkohë, që nga njerë që bërtit ka më shumë se unë, çuditshme. Ndërkohë që me njerë më pas mbriti Kia, e cila u vendos në Zilina, në një zonë të Slovakisë, duke dominuar prodhimin e Kia Ceed dhe Kia Sportage, edhe makinat që po shifenin që këtë video të gjatë, edhe këto janë makinat të Kias që me siguri janë duke u transferuar drejt Europës perëndimore, se në atë drejtim ishin, pra në drejtim të Vienës. Më herë pas tyre u ndërtua fabrika e Peugeot dhe Citroenit, e cila prodhon Peugeot 208 dhe Citroen C3-shin, që janë po ashtu makina që prodhohen në Slovaki dhe eksportohen drejt Europës perëndimore dhe lindore, po kryesisht qendrore lindore, ndërsa më pas u hapë makina, pra fabrika e Jaguarit, e cila Jaguar Land Rover, e cila prodhon Land Rover Defenderin, pra i Defenderi famshëm që e shihni nëpër rrugët e Shqipërisë është një prodhim tipik i Bratislavës, pra i Slovakisë, si edhe njëkohësisht Land Rover Discovery, i cili është po ashtu një prej makinave të luksit që Land Roveri ka. Prodhohen edhe shumë shpejt është duke u vendosur dhe makina edhe fabrika
e fabrika e Volvos, e cila do të prodhoj Volvot elektrike që janë shumë të kërkuara tani me tregun europian. Gjëja më interesante është që 12% e prodhimit të brendshëm të Slovakisë vjen nga prodhimi i makinave dhe 40% e eksporteve të Slovakisë janë po ashtu makinat. Sot, sikur se thash, është vendi me numrin më të madh të prodhimit makinave në përfrymë popullsie në botë dhe është e çuditshme se asnjëherë nuk e kam kuptuar ku e gjeti Slovakia. Të mendosh Çekin po, që prodhonte Tatrën, prodhonte disa makina të mëdha që kanë qenë të famshme. Tatra ka pasur dhe vetura dhe makina të mëdha. Po Slovakia, një vend kaq i vogël me një prodhim kaq të madh, është jashtë pritshmërive dhe jashtë, po themi, logjikës normale të tyre. Ndërkohë, Slovakia është antar i Bashkimit Evropian që në vitin 2004, është futur me grupin e parë të vendeve si Hungaria, Çekia, Polonia, më pas u shtuan dhe gjithë vendet e tjera, Republikat Balltike e tjera, ka qenë pjesë e Çekoslovakisë dhe për këtë arsye ka pasur një prodhim industrial shumë të rëndësishëm në vitet e para luftës së dytë botërore, por edhe në vitet e komunizmit. Pra komunizmi bëri disa investime. Ju i dini që makinat e famshme Tatra, makinat e famshme Skoda janë makinat çekoslovake, Skoda vet, edhe Skodat e vogla dhe Skodat e mëdha kanë qenë makina prodhime shumë të mira dhe sot Skodën e ka bler Volkswageni. Kanë qenë makina çekoslovake, kam përshtypjen dhe makinat Saurel ishin po makina që ne i përdorim në Shqipërinë komuniste, ishin makina çekoslovake, pra kishte një po e quaj eksperiencë ose një trashëgimi të prodhimit të makinave në Çekoslovaki, por që Slovakia të merrte qendrën kryesore të vëmendjes është shumë e çuditshme. Më pas, makinat e prodhuara në Slovaki, makinat e prodhuara në këtë pjesë filluan të zëvendësojnë prodhimin e makinave në Poloni. Polonia pothuajse hoqi dorë nga Fiati i famshëm polak që kishte në atë kohë. Rusia vet filloi të çedonte prodhimin e makinave të saj Zil-Zis që kishte, ndërkohë që Çekoslovakia, që ishte prodhuesi kryesor i makinave në Europën lindore, filloi përmes markave perëndimore të shpërndahet në gjithë botën. Natyrisht që janë fabrikat Volkswagenit, të Land Roverit dhe Jaguarit, të Citroenit, të Kias, tashmë së fundmi dhe të Volvos, dhe shfrytëzojnë kraun e lirë të punës dhe punën e kualifikuar. Shiheni ju sa ishte 280 ca metra se e mata në Google, vetëm treni i ngarkuar që po çonte makina drejt perëndimit, pra diku këtej në drejtim të Vienës. Slovakia, vendi me numrin më të madh prodhimit makinave për frymë, 1.080.000 makina vitin e kaluar për 5.4 milion banor.